Në lidhje me interpretimet e fundit publike, mi kërkesën e bërë nga klubi ynë, por edhe disa klubeve tjera pranë Federatës Shqiptare të Voleybollit, për kryerjen e një testi fiziologjik për voleybollistin e Dinamos Naira Ferreira, dëshirojmë të sqarojmë pozicionin e shoqatës ose klubit Vllaznia. Qëllimi i kërkesës sonë drejtuar Federatës Shqiptare të Voleybollit ka qenë dhe mbetet plotësisht sportiv dhe mjekësor. Klubi Vllaznia ka kërkuar kryerjen e një testi fiziologjik për lojtaren në fjalë. Termi test fiziologjik është përdorur në kuptimin e një vlerësimi mjekësor funksional që lidhet me gjendjen fizike, përgatitjen dhe performancën e një sportiste ashtu siç praktikohet në mënyrë të rregullt edhe në shumë disiplina sportive. Kërkesa nuk ka pasur dhe nuk ka asnjë lidhje me gjinin biologjike apo identitetin personal të sportistes. Çdo interpretim në këtë drejtim është i gabuar dhe nuk përkon me frymën sportive të klubit tonë, i cili gjithmonë ka respektuar dinjitetin dhe barazinë e çdo sportisti apo sportiste. Vllaznia mbështet transparencën, korrektësinë dhe integritetin në sport, ndaj kërkesa jonë ka pas për qëllim vetëm sigurimin e kushteve të barabarta të garës, bazuar në standardet mjekësore dhe sportive, dhe jo paragjykime personale apo gjinore. Ne dënojmë çdo formë të keq interpretimeve apo sulmeve personale që mund të krijojnë tensione të panevojshme për sportin shqiptar dhe ftojmë të gjitha palët që të respektojnë proceset institucionale dhe dinjitetin e sportistëve. Klubi Vllaznia mbetet i hapur për bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Voleybollit dhe klubet e tjera për çdo shenjë të mëtejshëm teknik apo procedural. Ne si klub kemi qenë dhe mbetemi për një sport të pastër, të ndershëm dhe me respekt për çdo individ, pavarësisht gjinisë, origjinës apo bindjeve personale. Klubi Vllaznia solidarizohet plotësisht me voleybollistin Naira Ferreira dhe dënojmë me forcë sulmet dhe denigrimet personale që mund të ketë pasur në media apo rrjete sociale të ndryshme. Kujtojmë se në Shkodër janë zhvilluar lëvizjet e para për të drejtat e grave dhe të vajzave në vend, janë krijuar ekipet e para sportive të vajzave, si dhe Shkodra ka qenë edhe është qyteti i emancipimit dhe i respektimit të drejtave, sidomos për gratë dhe vajzat. Ndaj klubi Vllaznia nuk mund të shkelmi historinë, traditat, vetveten dhe identitetin e qytetit. I bëjmë thirrje Federatës Shqiptare të Voleybollit që të bëjë një transparencë të plotë lidhur me çështjen në fjalë dhe kërkesën zyrtare të klubit që nuk lidhet me gjinin biologjike, por një vlerësim të përgjithshëm funksional mjekësor. Po ashtu kërkojmë që sa më shpejt të jetë e mundur të ketë një përgjigje zyrtare lidhur me kërkesën tonë për të sqaruar vetë lojtaren Ferreira, klubet sportive dhe opinionin politik për të shmangur çdo keq interpretim të qëllimshëm apo jo, si dhe çdo situatë të tensionuar që mund të jetë krijuar në mënyrë të padrejtë për të gjitha palët të përfshira. Njëkohësisht i bëjmë një thirrje Federatës Shqiptare të Voleybollit që të miratojë sa më shpejt një rregullore të qartë dhe të unifikuar, bazuar mbi ato të Federatës Evropiane dhe Federatës Botërore të Voleybollit, mbi testimet mjekësore dhe fiziologjike në laboratore të licencuara, në mënyrë që rastet e tilla të mos lënë hapësirë për keq interpretime apo tensione të panevojshme në të ardhmen.